gazetari Esido Barka, i cili është në terren, do të na sjellë pak se si ka ndikuar, le të themi, ky vendim i marrë nga ARSH për të ndërprerë punimet gjatë ditës në aksin e parashikuar më herët për riasfaltim nga Vora deri në Durrës. Ajo krijoi një trafik, ne e thamë që në nisjet programit, po duket se nga dita e sotme nuk do të ketë të njëjtën situatë, do të punohet vetëm darkë. Do të shkojmë me Esido Barka, i cili do të na tregoj pak më shumë se si është situata në mëngjesin e sotëm. Esido, është më qetë të paktën në gjykimin tënd ti je çdo mëngjes në lëvizje për të na sjellë informacionet e fundit, duket se është pak më e lirshme situata sot? Përshëndetje sërish Brekin edhe Flori, në fakt situata paraqitet më e qetë aktualisht që flasim, të paktën krahasuar me 2 ditët më përpara, ashtu siç e anoncoi dhe Flori në rubrikën e trafikut, ku ne përcjellim informacione për të gjithë drejtuesit e automjeteve, për situata paraqitet më optimale, siç duket nga pamjet, ne ndodhemi në ish sheshin Shqipone, një nga kryqëzimet më kryesore të Tiranës, ku shpeshherë përballet me një trafik të rënduar. Aktualisht situata paraqitet, le të themi, e përmirësuar në krahasim me ato të 2 ditëve më parë, ku shënuan dhe nisjen e punimeve për autostradën Tiranë-Durrës, konkretisht nga zona e Vorës drejt urës së Dajlanit. Sa i takon vendimit të marrë nga autoriteti rrugor shqiptar pas konsultimeve me policinë rrugore për shkak të situatës kaotike që u përfshi Tirana 2 ditë më parë, në këtë mënyrë u bë dhe pezullimi i punimeve në këtë aks rrugor, duket se ka sjellë një përmirësim të ndjeshëm të situatës së trafikut. Vendimi i autoritetit rrugor shqiptar ka qenë që punimet do të kryen gjatë natës, pra duke filluar nga mbrëmja e djeshme, ata kanë nisur në orën 23:00, punimet të cilat kanë zgjatur deri në orën 6 të mëngjesit. Në fakt fillimisht do të punohet me aksin rrugor nga Vora në drejtim të rrugës së Dajlanit, do të jetë ky segment pra i ndar në 5 faza, ku secila nga prej tyre pra do të ketë 1 deri në 2 ditë kohë afat për punimet. Pas përfundimit të këtij aksi rrugor, më pas do të punohet nga ana tjetër, pra respektivisht nga ura e Dajlanit në drejtim të Vorës, duke përfunduar kështu le të themi dhe asfaltimin e autostradës Tiranë-Durrës. Kujtojmë se përpara 2 ditësh, në fakt bllokimi i këtij aksi rrugor paralizoi Tiranën, duke sjellë me vonesa me orë të tëra në trafik. Ishte e vetmi alternativë që u vendos nga autoriteti rrugor shqiptar ishte përdorimi i aksit dytësor, le të themi, ajo që njihet si 4 rrugët e Shijakut, e pamundur për të përballuar fluksin, për shkak se kjo rrugë ka dhe probleme sa i takon infrastrukturës. Megjithatë, të gjithë drejtuesit e mjeteve ju drejtuan dhe rrugës, le të themi, të vjetër, e cila quhet rruga e Ndrojshit, rrugë e cila sërish ka probleme me infrastrukturën, duke paralizuar komplet, le të themi, qendrën e Tiranës, ku trafiku arriti të bllokojë për disa orë trafikun e Tiranës. Edhe rrugës e Elbasanit. Në fakt pati edhe një pikërisht pati edhe një rendim teje të madh dhe në rrugën e Elbasanit dhe në autostradën, pra ose le të themi në unazën e madhe e cila të lidh me Elbasanin, pra pati një paralizim të plot duke bllokuar të gjitha rrugët e Tiranës një pas njëjtë, duke sjellë një kolaps në trafik. Ishte policia e Tiranës rrugore që kërkoi në fakt që të rishikohet plani i punimeve në këtë aks rrugor për shkak se situata nuk menaxhohet dot si pasojë e trafikut të rënduar. Aktualisht punimet do të kryhen të paktën gjatë natës, kjo do të sjellë dhe një vonesë në fundimin të punimeve, nëse ishte parashikuar fillimisht që të përbyllen për 2 javë, tashme të paktën punimet do të zgjasin më shumë se 20 ditë. Duke qenë se është parashikuar të punohet vetëm natën. Të falenderojmë shumë Esido për gjithë raportim të drejtë për drejtë dhe informacionet që përcolle nga terreni sa i takon trafikut. Fatmirësisht është lajm i mirë që ka një lloj lehtësimi të trafikut.